Mbrëma, është kënaqësi të juftoj edhe këtë diel të na bashkoheni në Elite Way. Faleminderit për vëmendjen që kushtoni këtij programi. Edhe sonte do ta kemi një takim të zjarrt, andaj mos mungoni. Një faleminderim shkon për Locker Furniture. Faleminderit për ndërtimin e kësaj skene të mrekullueshme dhe që çdo javë pret të ftuar special. Pa humbur kohë, e ftojmë mysafirën tonë të pjesës së parë. Ganimete Musliu, deputeti e njohur për stilin e saj të drejtë për drejtë, e dalluar për qëndrimet e hapura, kritikat pa dorëza dhe naturalitetin që e karakterizon si grua dhe si figurë publike, njihet si një zë kritik brenda skenës politike kosovare dhe si figurë që nuk shmang konfrontimin kur bëhet fjalë për parime. Ganimete, mirë se erdhe në Elite Way. Mirë se u gjej dhe faleminderit shumë për mundësinë. Ju mësu me të drejtu si Gane, a më edhe sot me të drejtu si Gane? Gjithmonë. Gane, po du mu këti pak të fëmiria jote. Qëfar fëmirie ki pasë dhe qëfar fëmije ki qenë? Fëmiria ime ka qenë pothuaj se si e gjithë moshatarëve të mi në një farë aspekti. Pyetja se qëfar fëmije kam qenë një fëmijë shumë i qetë, deri diku një ndrojtur. Por gjithmonë... Mendova që qenë problematike. Jo, nuk kam qenë problematike dhe shpeshher i pyese dhe familjarët e mi për problemet ose sherrët nëse kam bën ndonjëherë, por nuk tregojnë që kam bën diçka. Të paktën thonë që nuk na kujtohet që ke bën ndonjë sherr ose ndonjë problem. Kështu që në përgjithësi, domethënë deri pas moshës së pubertetit, kam qenë një fëmijë jashtëzakonisht e qetë edhe e ndëgjueshme. Në fëmijëri, në një moshë shumë të hershme, e di që ka lënë gjurmë një datë shumë e rëndësishme për ty, 15 dhjetor. Sot ka formu ty si Gane dhe sot ka ndryshu mendimin për jetën? Shumë, jashtëzakonisht shumë. Domethënë, 15 dhjetorin unë e kam si një nga data ndoshta më të ndjeshme në jetën time, mirë po kam marrë guximin edhe forcën që nga ty të filloj piknisja e rrugtimit tim në përgjithësi. Atëherë nuk e mbaj në mend, por me kalimin e viteve e kam shënuar në kalendar si një datë e cila më ka marrë diçka shumë të madhe nga jeta, e cila ka lënë një zbrazësi që nuk është plotësuar asnjëherë as sot kur po flasim, por megjithatë asnjëherë nuk kam lejuar që të futem në dëshpërim ose thjesht të thehem aq shumë sa mos ngritem më, por megjithatë kam vazhduar përpara me forcë, me kurajo, me mbështetje të jashtëzakonshme të familjarëve të mi, dhe ja sot jemi këtu ku jemi. Për audiencën që ndoshta se din sakt datën 15 dhjetor, ka qenë humbja e nanës, do të thonë moshën një vjeç e gjysëm. Kam qenë një vjet e gjys me 15 dhjetor kur nana ime ka ndruar jetë faktikisht, edhe pse nuk e preferoj shumë të flas për këtë temë, por megjithatë... Mu po më intereson më tutje, çka ka ndodhur me jetën e Ganës? Kush tu ka gjint? Ne ke dëgjuar Elita thonë jeta vazhdon. Pavarësisht mungesës mallit, dëshpërimit, mërzisë, gjithave me një vend, prap se prap jeta vazhdon në rrethana krejt tjera, në atmosferë krejt tjetër jetësore, por jeta vazhdon dhe për mua jeta ka vazhdu me kujdes të jashtëzakonshëm të familjarëve të mi, kryesisht të motrave të mia, të babës, dhe më ka dhënë mësime shumë të mëdha edhe të forta në jetë, se pavarësisht se asnjë humbje nuk guxon me të trand ose nuk guxon me dorëzu në jetë. Njerëz e fort nuk kanë lind fort. Pikërisht sfidat janë ato që i kanë forcu edhe i kanë ba me qenë të fort, mësimet që i kanë nxjerrë nga humbja ose mësimet që i kanë nxjerrë nga ato sfida. Dhe jeta ime pastaj ka vazhduar normalisht. Pastaj gjatë rrugës, ku e kuptove që dëshiron mu marrë me politikë? Si erdhe deri te kjo pikë? Shumë vonë e kam kuptu që unë mund të merrem me politikë. Ka qenë vitet e pas luftës, kur Kosova ka qenë pothuajse e shkatruar në vitin 1999-2000, dhe dëshira ime për të punu vullnetarisht më ka fut në politikë. Me njerë pas luftës, ka qenë organizimet politike ose të partive politike në atë kohë, në këtë rast të Partisë Demokratike, dhe unë e kam gjetë vetën në Rinin Demokratike. Rinia Demokratike është organizatë e cila
ka funksionu dhe funksionon edhe sot asaj dite brenda si strukturë e veçantë brenda Partisë Demokratike. Aty kam gjetë një pikpritje të jashtëzakonshme të kolegëve të mi në atë kohë dhe bashkarisht kemi pas një vullnet të jashtëzakonshëm që të merremi me aktivizëm vullnetar për të ndihmu Partisë Demokratike, po përmes Partisë Demokratike për të ndihmu komunitetin përgjithësi edhe shoqërisë. Cila ka qenë ajo gjë që të ka pengu në Kosovë që ti ki dasht me pa ndryshe? Ka pas shumë gjana që më kam pengu. Ndër të para që më ban mend në atë periudhë diçka? Thjesht ka qenë një klim e të mërshme propaganduse në atë kohë kundër ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e që tani ishin themelus Partisë Demokratike të Kosovës. Ka qenë diçka shumë e pakandshme, ka qenë diçka shumë e pështirë, kur i kam dëgju bisedat, kur i kam dëgju debatet, kur i kam dëgju ato thashe themet që dolen për djemë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, për mu ka qenë e papranueshme, në vend që t'jemi mirënjohës e falënderus, ndaj sakrificës që banë, ndaj luftës që banë dhe lirisë që sollën, u dëgjojshin sidomos në Prishtinë atë kohë fjalë prej më të mërshme. Dhe imazhi i tyre veç atëherë filloi të cenohej në një mas të jashtëzakonshme. Dhe thjesht arsyeja pse unë jem fut në Rininë Demokratike në atë kohë, ose në Partinë Demokratike, ka qenë pikrisht si shenjë falënderimi për krejt atë që ka kishin ba ata djemë gjatë luftës edhe ato vajza kuptohet gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe e kisha një besim të madh që ata që kanë qenë në gjendje me vdek për vendin janë gjendje që të bajnë më të mirën për vendin. Dhe ai besim më ka udhëheq pastaj dhe më ka shtyt përpara që unë t'jem pjesë e strukturave të Rinisë Demokratike. Të tham të drejtën dhe t'jem shumë e sinqert me ju edhe me shikuesit. Kur jam fut në Rini Demokratike, ambicjet e mia kanë qenë minimale për të qenë pjesë e politikës ose për të qenë pjesë e strukturave udhëheqëse të Partisë Demokratike. Dëshira ime vetme ka qenë që të punoj vullnetarisht për vendin tem. Por fal punës, aktivitetit dhe angazhimit tim të palodhur në atë kohë, sepse atëherë ka pas vërtet aktivitet të jashtëzakonshëm prej pastrimit të rënojave, pastaj shpërndarjes së artikujve ushqimor, pastaj mbështetjes politike që i kemi dhënë Partisë Demokratike e kështu me radhë, ka qenë një angazhim jashtëzakonisht sfidues, ka qenë një angazhim jashtëzakonisht i madh, për çka mu mban sot Monique Krenar për atë periudhë, edhe pse ka qenë një periudhë e gjatë, gati 8 vjeçare që ne kemi punu vullnetarisht, jo vetëm unë, po ka pas shumë të reja, jemi jashtëzakonisht krenar për atë kohë, sepse mendojmë që kemi lanë sado pak gjurmë në udhëtimin e Partisë Demokratike për të ardhur pastaj Partia Demokratike në vitin 2007 dhe për të marrë qeverisjen dhe me çka pastaj pasuan edhe sukseset e shtetit. Gane, çka mendon që e ka shënu karrierën tonë politike? Shumë çka. është problem me përkufizu me një vendim, po ndoshta ajo çka diçka që mendojnë që do të lejë gjumë shumë gjatë. Ajo çka mu më bën me undim mirë rehat dhe besoj që kum pas të drejt, në vendimin që e kum marrë ka qenë kundërshtimi i gjykatës speciale. Dhe më thonë, në kohën kur komplet opinioni lobonte pro gjykatës speciale, mediat gumzhinin nga debatet që mundohen ta justifikonin përbamjen ose themelimin e gjykatës speciale, brenda meje zhvillohej një luftë e papar kundër asaj gjykate, dhe me vedijet plote me ndërgjegjet pastër i kam thënë jo asaj gjykate. Edhe pse pas marrjes vendimit jam lutë shumë gjatë që mos kem të drejtë, ketë shumica të drejtë, sepse vendimi u mor pavarësisht se unë isha kundër, vendimi u mor dhe gjykata u themelua, por fatkeqësisht koha më dha mu të drejtë. Dhe në këtë kohë ku jemi sot, ndina jashtëzakonisht mirë dhe nëse vërtet duhet diçka të përmendet si gjurmë, konsideroj që është kjo, ndërsa në aspektin e përgjithshëm, unë mendoj që aktivizmi është gjurma e dytë që unë do ta veçoja. Nuk kam qenë një deputete e heshtur, nuk kam qenë një deputete e cila i kalon gjanat në heshtje ose i kalon gjanat pa vrejtur. Mendon që ka qenë deklarata e cila ka bu mas shumë të zhurmë politik? Ka shumë deklarata edhe konsiderojnë pak të zhurmshme, po mdo. Por, ditën kur unë nuk do të bëj zhurmë në kuvend, unë nuk do të merrem me politikë. Ma mirë zhurmë se me flajt, apo? Konsideroj që Parlamentit Kosovës nuk i duhet heshtja, nuk i duhet qetësia, nuk i duhet
nuk duhet jetë i shurdhër kuvendi i Kosovës. Në kuvend duhet debatohet fort, duhet debatohet me argumente, duhet debatohet me arsye dhe thjesht duhet që t'jemi aty kur duhet jemi dhe jo të heshtemi ose të kalojmë në qetësi pa u vrejtur për gjana të cilat e kërkojnë zonin tonë dhe aktivitetin tonë. Prandaj, nëse duhet të quhem e zhurmshme, unë dua t'jem e zhurmshme në kuvendet, do të vazhdoj t'jem e zhurmshme në kuvendin e Republikës Kosovës, përderisa e shoh që gjërat në vendin tim nuk po shkojnë ashtu si duhet, ashtu si dëshirojmë t'jenë dhe ashtu si janë kërkesat e qytetarëve. Nëse guxoj të kthehem aty ku ju po aludoni ndoshta, nëse guxoj me mendu kështu, deklarata që ka bën mas shumë t'i bukur. Unë ta lash ty në dorë. E që më shoqëron në vazhdimsi, pa tjetër që ka të baj me qershijat, dhe çdo ditë ma shumë... Ende ta përmendin. Unë marrë çdo ditë komente që kam pas drejt, sepse çdo ditë që kalon, del që Albin Kurti i hanë fjalët e veta dhe ato premtimet që kanë dhënë ka qenë premtime boshe, thjesht sa për sy e faqe ose sa për të marrë një votë më shumë. Kështu që unë e kam thënë para 2 vjete, po ajo temë është edhe sot e kësaj dite aktuale. Nuk është targeti im, po du me të pyet në një aspekt tjetër. Politika është shpeshherë të përballë me kundërshtarët, po cilat janë raportet e vërteta pas kamerave, çka ndodh? Unë jam shumë rehat dhe ndjena jashtëzakonisht mirë që nuk kam asnjë problem me askënd, problem personal. Do thot, unë nëse konsiderona e zhurmshme në kuvend, sa i përket temave dhe debate, jam 2 herë më zhurmshme dhe zëshme dhe aktive në Partinë Demokratike brenda partisë, ku nuk ka kamera. Çka du me thonë? Dua ta arsytoj pjesëmarrjen time në një forum politik ku do qoftë ajo, qoftë brenda partisë, qoftë në kuvendin e Republikës Kosovës, qoftë në komisione parlamentare. Ndoshta, i vetmi vend ku unë s'kam qenë shumë e zhurmshme dhe aktive, sepse ka qenë specifikat, ka qenë udhëheqja e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të AKI-s, ku jo matë 3 herë kam folë një herë për shkak se ky komision e ka një rol të jashtëzakonshëm dhe duhet pas kujdes për temat që diskutohen atë komision dhe shpërndarjen e informacionit të atij komisioni. Kështu që në aspektin personal e privat... Nëse nuk të pëlqejnë lëvizjet e dikujt në kuvend, a që ndran me të njëjtat raporte që dikush nuk të pëlqen në kuvend, nuk flet as jashtë, apo i ndan këto raporte? Unë në kuvend, kur e marr fjalën për çështjet, për temat, për kauzat dhe për politikat që unë besoj dhe i shty përpara. Pas kamerave, për mua se cili është i barabartë dhe nuk e kam asnjë problem, nuk mbaj xhelozi, nuk kam hatërmbetje, përderisa një politikan ose një politikane kundërshtare ime, kush do qoftaj, nuk shohet në gjërat e mia personale. Ka pas politikan që lëshu në gjana personale edhe banale, dhe unë nuk jam merr asnjëherë me ata politikan, po sa ju përket temave dhe debatet që i zhvilloj në kuvend, në asnjë formë nuk i kthej në personale. Unë, ju e dini shumë mirë, e kam kundërshtu fuqishëm Albulena Haxhiun për të bërë kryetare e kuvendit Republikës Kosovës, por unë në jetën private ja uroj gjithat mirat Albulena Haxhiut dhe familjes së saj. Nuk kam asgjë personale, por në kohën kur jemi dhe në periudhën në për cilën kemi kalu bashkë si 2 deputete, çka kemi pa, nuk i plotson kushtet për me qenë kryetare, thjesht. Është shumë bukur kur kemi intervistat të tilla, ndoshta edhe disa raporte që audienca i ngatron nga ajo që sheh, janë ndryshe kur dalin nga i kuvend. Kështu që është mirë me ditë dhe njerëzit që këto raporte duhet me pas një kufi. Elita, na kuvendin e kemi vend pune. Ne s'kemi vend pune të dytë. Ka deputet që kanë ka 2 puna, unë nuk kam vend 2 të punës. Unë shkoj në kuvend me krejt energjin, me krejt vullnetin, me krejt potencialin, me krejt angazhimin tim, për të punu edhe për të shty çështjet përpara, dhe kur shkoj atje nuk du t'jem pasive. Por, personalisht nuk kam asnjë problem, jo vetëm unë, po s'besoj që dikush ka me mundu një problem, shtë që dina shumë komod në këtë pikë edhe jam shumë rehat. Për kundrazi, gëzoj një respekt, ndoshta se tashmo jam edhe një lloj veterani e kuvendit, sepse kam disa mandate pa shkputje në kuvend, dhe gëzoj një respekt ndoshta për përvojën që kam dhe thjesht
pragmatizmin që të regojnë çështjet të caktuara brenda kuvendit. A ka gjë sa brenda politikës me kriju edhe afrimitet a ki kriju ndonjë mike, ndonjë shoqe tjetës? Patjetër që po, do më thonë është e pamundur të kalosh 16 vjet me dikan kuvend dhe mos krijosh raporte. Unë tani bëj 16 vjet që jam në kuvendin e Republikës Kosovës, deshte të bëhen pjesë e jetës edhe rrugtimit tanë, po kam shoqen kuvend ose kolege me cilat unë ndaj shumë gjana, bashkëbisedona. Me kënd pinë ma shumë kafe, për shemb? Tash, ma herët, kur kam qenë emisionin tanë para prag, ju e dini se ka qenë Luljeta Veseli Gutaj që kam da në këtë emision. Dhe Luljeta sot është një nga drejtoreshat ma sukseshme të arsimit në Prizren, ka bo një punë të jashtëzakonshme dhe një reformë të shkelqyshme në arsimin atje. Sot e kam një nga miket e mija më të afërt, Ariana Musliu Shoshin, me cilën ndajmë shumë kohë, telefonojmë ka disa herënditje, kemi bashkëbisedim, konsultohemi për shumë gjana, po s'do thot që nuk i kam mike tjera. Një raport jashtëzakonshëm e kam me Time Kadriun, për shembull, që është e partisë tjetër. Këngëtarët po ankon që në industrinë e muzikës nuk mundën me kriju shoqe, kështu që kjo në politikë nuk vlen. Nuk vlen. Edhe pse duhet mi pyet edhe disa të tjerë, a vlen as vlen, po ne e di edhe nga shoqëria jote që je një gane shumë ma ndryshe nga ajo që ka shohim në ekran. Varet nga cili dimenzion e merr dhe ku e sheh. Normal, në një debat të ashëm... Jo shumë, pak ma e qetë, pak ma e ndjeshme. Jam shumë e qetë dhe shumë e ndjeshme, në realitet. Unë në jetën e përditshme jam shumë e qetë. Jam shumë okej me veten dhe me njerëz që më rrethojnë. I zgjedh njerëz me kanë rri, për shkak se nuk kam kohë me humb me njerëz të cilët më shkaktojnë bezdi ose nervoza ose ku ta diun ose thjesht nuk na shkon muhabeti. Jam në një moshë ku më duhet të zgjedh mirë njerëzit se me kanë shoqërona, me kanë rri dhe me kanë bashkëpunoj. Është vërtet që e keni shoqëri shumë të mirë me Leonora Jakupin, është ashtu që shef kjo si në media? Unë kam shumë mike të mirë, ma shumë se mike, na shpesh herë thrasim. Më mdokët ja që të flin Leonorës. Veç mu keni me të pamë thirë. Që së bashkë. Edhe pse koha e fundit ka qenë shumë a dinamike, ma rrallë jemi po së thot që largësia ka prish raportet tona. Na kem raportet jashtëzakonshme, mbram kam bisedu me to në telefon, kështu që kemi një raport jashtëzakonshëm dhe unë e ruaj shoqërinë në gjitha etapat. Kam një shoqëni të jashtëzakonshme me të shkollës fillore, kam një shoqëni shumë të mirë me shkollës mesme, ku i kemi grupet me cilat komunikojmë, me të fakultetit, tash me kolegë të partisë, të Rinisë Demokratike që e përmenda ma herët. Dhe gjithë rrugtimi im është një rrugtim i gjatë, deshte kam shumë njerëz në jetën time me cilët vërtet ndina shumë e bekume dhe ndina shumë falënderuese për krejt çka kam përjetu gjatë rrugtimit me ta. Në politikë je shumë aktive, mjaft dominante. Në shoqëri e di me kënd shoqërohesh shoqet e tua, po në dashuri kurse morën vesh. Është ma mirë kështu. Se mban kaq hermetike. Unë mendoj që kam jep mjaft shumë për jetës time për publikun, kam qenë jashtëzakonisht e hapur dhe transparente. Krejt çka është e duna me dhanë, e kum dhanë, kështu që besoj që nuk i mes borç publikut as këtë aspekt. Veç a ki qenë ndonjëherë e dashuruar? A ki dashuru me shpirt? Unë dashuroj çdo ditë. Më në politikë, thuj. E dashuroj politikën. Jo, unë dashuroj çdo ditë. Gane, një pyetje nga ato detyrueshmet. Po. A din me gatu? Është një pyetje që më bëhet shpesh, po di me gatu. Nuk e baj shumë e qef, sepse e kom pas një periudhë shumë gjatë vështirë të jetës time, një kohë kur mosh dash mi kry mësimet e shkollës fillore me ndjek, edhe me gatu për shkak të rrethana familjare. Dhe ajo të len një lloj shije jo të mirë, mos më thonë traum. Ama kom dëgju që flinë edhe krelonin me dusha, qysh e bën ganja, nuk e bën kërkosh. Është e vërtet. Nuk ka shqiptar që nuk i bën këto. Ama tonin e lavdojnë, prej shoqeve tua kom dëgju. Ka shqiptar jemi, ka shumë s'mujmarë me thonë këtu boja Ragos. Kërkaleca. Kërkaleca.
Kështu që të gjitha ushqimet tradicionale i bëj me qef edhe i ha me qef të Do të thëtë nuk gatu çdo ditë? Jo, nuk gatu çdo ditë se nuk ma jep mundësinë koha. E kam pas fatin e jashtëzakonshëm që i kam pas motrat më të mëdha, edhe tash kur po flas me kam një motër që i shkrin nga tesat në përgjithësi, kështu që ende do të thëtë për gdhelin, a? Pa tjetër, unë jam e vogla shtëpisë dhe vazhdoj me qedhe tillë, pavarësisht që nuk ndalem asnjëherë mundohem me bë maksimumin për secilin antar të familjes, po gjithmonë ndjej që po jam e përgdhelur a shtëpisë. Po mas jemi të familja, jo shumë kohë më parë e ki pas një problem shëndetësor. Edhe ndoshta e kuptove që jeta është shumë e bresht, po në ato momente e sheh dhe kënë e ki pranë. Kujt do t'i thojë sot faleminderit për atë periudhë? Është shumë e vërtet, ai momentum ka dhënë shansin e dytë me pa ku jam, kush jam, edhe çka kam në far aspekti. Edhe po, nuk guxoj me hime emra, mi përmend se cilin, sepse mundemi me të borç dikuj, po ndihem shumë e bekume me njerëz që i kom pas afër. Ndoshta specifikisht kisha dashur me falënderu motrën time e cila ka nejt 5 javë ditë me mu, dhe më thonë, pa u nda asnjëherë. Dhe nuk ka qenë as pak e lehtë në për spitalet u ballafaqu, po jam shumë mirënjohëse dhe falënderuese. Nuk e dija do të kam jetë edhe mundësi që ndonjëherë t'ja kthej krejt çka ka bërë për mu, jo vetëm këtë rast, po prej moshës time të re e deri me sot, por nuk mjafton të falenderohet veç familja në raste tilla, do mi falenderu edhe shumë miq të cilët kanë qenë me mu. E kom pa fund në jetës sociale që kanë ardhur në vizitu. Mu vjen shumë keq që ndoshta hala kam sot mesazhe që dikuj s'ka mujt me kthy, për shkak të numrit madh të mesazheve dhe të shkrimeve dhe turimeve që mi kanë dërgu, ka pas pafund në gjitha shtetet e botës ku jetojnë shqiptar, ka pas lutje të pafundme që mu më kanë ardhur. Ka pas rasti kur miket e mia kanë thonë, u që nana jem sot e ka falë sabahun edhe është ka bo lutje për ty. Kanë qenë momente prekse dhe thjesht për këta jam falënderuese Zotit që ma ka dhënë atë mundësi me përjetu atë moment dhe jam jashtëzakonisht e bekume që ma ka dhënë mundësinë që sot jam këtu. Ta shoh jetën krejt ndryshe dhe ma herët veç e thash, sot e kam një jetë ma kualitative dhe di saksisht se ku duhet ta shpenzoj vërtet kohën time. Neve na rëmben për ditëshmeria, elita dhe shpesh herë gjanat që i kemi afër nuk ja vdim vlerën edhe rëndësinë. Do më thonë, na merr vrulli i ditës, rutina jetës dhe kalojmë nga ora ose nga minutin minutë në orën ditë pa e vrejt se nuk e ke vëmendjen te gjanat e duhura. Kështu që do të nga i moment, qka ki ndryshu, qka bën ma ndryshe? Shumë gjana i bëj ma ndryshe. A fokusosh ma shumë të vetja dhe të shëndetit? Shumë gjana që më kanë mërzit, ndoshta para qasaj kohës, sot nuk u mërzisin. Nuk i jap vëmendjen time sot se cilit, ose se cilës që e kërkon. I jap vëmendjen vetëm atyre që vërtet e meritojnë vëmendjen time. I jap kohën time vetëm atyre që e meritojnë kohën time. Dhe thjesht mundohem çdo ditë me qenë ma e mirë se në ditën e paraprake. Jeta është bekim dhe na duhet me shfryzu në mënyrën më të mirë. Ajo që mban mundi mirë personalisht është që thjesht e kam ndërgjegjen shumë të qetë dhe kam paqe me vetveten dhe kur ki paqe me veten transmeton paqe edhe me të tjerë, kështu që jam super. Muzika ndëgjon? Shumë. Kush të pëlqen një këngëtar, për shembull? Gjiko. Ne me mësu në intervista tilla, dëgjojmë, sidomos në pyetje tilla dëgjojmë edhe përgjigje klishe, ku dojmë u tregu dikush që s'jemi. Unë jam rrit në një familje tradicionale dhe ndëgjoj gjitha zhanret e muzikës. Dhe më thonë, e kom pas fatin me pa botën shumë herët, dhe gjithmonë jam unu që me rujt timen tradicionalen, po gjithmonë me marrë të mirat për i botës. Kështu që ndëgjoj këngë tona të mirëfilta dhe këngëtar tonë të mirëfilt,
gjitha zhanreve. Si për shambull një emër. Dhe unë më t'jap sa dush emra. Leonora Jakupin përveç që e kam shoh që e du si këngëtare, mos flas, Ilir Shaqiri e kemi pas në atë fazën mas luftës, ku këngët e Violetës, Tilirit, Leonorës, Shkurtefezës, Shyrete Belulit, kanë qenë motivim për jetën. Pastaj me kalimin e kohës ka ardhur gjenerata e re e këngëtarëve, të cilët kanë bë emër jo vetëm në Kosovë, po dhe jashtë Kosovës. Nëse flasim për zhanret që janë ma përtri, pa dyshim që e thash, është edhe Gjiko, është edhe Ledri, është edhe Dhurata Dora, është edhe... Mos ti tash mi përmend gjithë, sepse... Do të pas ka shumë. Ka shumë, dhe më thonë, sepse unë mendoj që muzika është pjesë e pandashme jetës për se cilin. Varet se si njeriu dëshiron me fut në jetën e vetë, po mu më pëlqen muzika, thjesht është një ritëm i cili të merr nga hallet problemet e përditshme edhe mund është pak me u relaksu, kështu që po ndëgjoj muzikë. Kemi kalu në për shumë tema, po kthehemi prap endet e politika. Ndër figurat më të rëndësishme të politikës është edhe Hashim Thaçi. Ju keni qenë një nga zërat të cilët i keni qëndru besnik. Sa e ndjen mungesën e tij në politikë? Mungesa e presidentit Thaçi në politikë nuk e ndjej unë, e ndjen Kosova dhe ndjen çdo qytetar i këtij vendi. Në realitet, unë e kam pas gjithmonë të qartë që do ta kërkojnë shumë shpejt presidentin Thaçi, po kurse kam menduar se çika shpejt dhe çika shumë do të jetë i domosdoshëm për vendin. Të e pa që tash bëhen 5 vjet në nëntor që presidenti Thaçi padrejtësisht mahet në burgun e Hagës, dhe për këto 5 vite Kosova ka shku mrapa në çdo aspekt. Ndash në diplomaci, ndash në administrat, ndash në siguri, ndash në shëndetësi, në arsim, në infrastrukturë, në gjitha aspektet Kosova ka shku mrapa për këto 5 vite dhe është shumë e rëndë me mendu një shtet i ri sa po krijuar, sa po e ka marrë hovin ose vrullin për zhvillim, të kthehet mrapa, është shumë e dhimbshme kur i kemi pas gjitha mundësitë për me ecë përpara. Prandaj presidenti Thaçi është duke mungu ma shumë Kosovës se sa mua personalisht, po unë që kam bashkëruktu në parti me të dhe në Kuvendin e Republikës Kosovës, e vrej mungesën e tij në çdo vendim që merret në Republikën e Kosovës. A mendon që Endrit Thaçi do të ndjek rrugën e Toatit? Edhe cila kish me qenë këshilla jote nëse po? Tash, presidenti Thaçi dhe i birit i Endriti janë 2 persona në 2 epokat ndryshme. Presidenti Thaçi... Jo brezi i ri. Është brezi i ri, është shumë e vërtet, por presidenti Thaçi është kalit në për stuhi shumë të rana ose shumë të ashpra për vendin dhe një kalibër si që është presidenti Thaçi është problem të lind njëherë në 100 ose 200 vite. Epoka e Endritit kërkon diçka tjetër. Ajo çka dua të them për Endritin është që është një djalë i shkëlqyshëm dhe unë e përgëzoj për qëndrimet e tij dhe për edukatën që ka, sepse se cili po t'ishte në vendin e Endrit Thaçit do të kishte la nam. Endriti ka tregu çdo ditë, në çdo paraqitje, në çdo nej edhe private ndoshta, që është një djalë i pjekur para kohë fatkeqësisht, sepse u sfidu shumë herët me mungesën e tatit, por konsideroj që nuk bëhet krahasimin mes Endritit edhe presidentit Thaçi. Epoka e Endritit kërkon diçka tjetër, nëse Endriti ka ambicie politike dhe dëshiron të bëj karrierë politike, i duhet krejt diçka tjetër çka ju ka dashur presidentit Thaçi. Presidenti Thaçi është vetë historia e këtij vendit. Unë nuk i uroj brezit të ri që të përballen me atë çka është përballë presidenti Thaçi, qysh në rinin e tij e tutje, dhe thjesht uroj, shpresoj që shumë shpejt ta kemi në mesin tonë, ta t'i kthehet punës aty ku e kalon.
Tash një mendim për Albin Kurtin, për te qërshijave. Të thamë të drejtë, na jemi kundërshtar politik me Albin Kurtin, nuk jemi armiq, dhe unë kur një jetën time nuk e kam besu që është që ka që pa zoti. Ka mendu që ka me qeveris ma mirë, ka mendu që ka me qu disa gjana për para të paktën sepse ashtu është shprehur vazhdimisht dhe ashtu e ka bo propagandën, por unë edhe si kundërshtarit i jam jashtëzakonisht e befasume për ngecjet që i ka pas, për paaftësinë e tij për të menaxhuar me kriza, për të menaxhuar me situata dhe për të menaxhuar me resurset që i ka pas. E ka marrë shtetin me krejt strukturat e nevojshme të ndërtuara dhe me krejt kapacitetet dhe mos me pas që thot populli haber qeverisjes musum ka ndodhë me pa një amater, nuk e di, kish mujt me qeveris ma mirë se që ka qeveris. Ka qeveris me inate, ka qeveris me hakmarje, ka qeveris me fyrje, me përqarje, do më thonë edhe në momentet kur i duhet për kraja, a i përqan. A ka shpresa për këtë vend? Me këtë qeveri jo, por unë mendoj që populli nuk falë, edhe nuk do të hesht deri në pafundësi. Sot e kemi një Kosovë e cila lëngon në çdo dimenzion. Qytetarët e Republikës Kosovës e kanë të pamundur që ta ngopin familjen me ushqim mesatar. Mos folum për standarde. Energjia elektrike është në kulm, kush i ka marrë faturat e rrymës gjatë këtij muaji e shes saktësisht ku jemi, përderisa djetoj ke po flajna me qymyr, do ta liroj rrymën, sot e kemi rrymën si kërkun tjetër. Çdo biznes që e vizitoj, çdo takim që kam me bizneset, kanë ankesa dhe secili thot që tash do t'i largoj kaq punëtor ose rrezikoj ta mbyll biznesin sepse nuk e shohin perspektiven këto. Është jashtëzakonisht e dhimbshme kur i shoh bizneset tona duke dalë edhe duke kërku treg në vende tjera, qoftë Shqipëri, qoftë Maqedoni apo dikun tjetër dhe duke u largu prej Kosovës. Këtë javë e kanë dhurat prej Albin Kurtit, kështu që... Ku e sheganja vetëm pas 10 viteve në politikë? Pse jo ndoshta kryeministre, ndoshta presidente? Jetës nuk i dihet asnjëherë. Unë gjithmonë mundohem t'jap kontributin aty ku jam. Për momentin jam deputete dhe do të vazhdoj me ritmin e njëjtë edhe me ma shumë energji, e ma shumë punë e angazhim, të jap kontributin maksimal për ata njerëz që më kanë votu dhe i kanë besu kauzës time politik. Nuk i dihet jetës e thash, kudo që jam, e di që do t'jem në maksimumin tim edhe në gjendje që të baj ma të mirën për qytetarët e vendit edhe për vendin tim. Kur jemi të presidentet femra, në mes të ish presidentës Atifete Jajoga edhe presidentës Vjosa Osmani, cilës i jep më shumë kredite? Të tham të drejtën, Atifete Jajoga në kemi paragjyku gjithë. Edhe na si politikan, edhe mediat edhe shoqëria në përgjithësi. Mënyra se si është zgjedh presidenti Atifete Jajoga, kalon një shije të hidhur fillim. Me kalimin e kohës, presidentja Jajoga e ka kuptu mirë rolin e saj dhe mund të thamë që është një presidente e cila nuk ka bërë asnjë skandal të paktën dhe e cila ka ditë ta respektoj secilin. Ka qenë një presidente unifikuse, do thoja. Ndërsa sa i përket Vjosa Osmanit, me Vjosën njefmi ma gjatë, sepse kemi qenë bashkë deputete në Kuvendin e Republikës Kosovës, ndoshta nga njëherë kur janë pritjet ma të mëdhaja, dështimi është ma i madhë. Dhe për mendimin tim Vjosa nuk ka qenë krye të detyrës. Nuk e ka luajtur asnjëherë rolin unifikus që ja jep kushtetuta e Republikës Kosovës, ka ditë mbaj anë, ka udhëheq me inati, edhe sot vazhdon të udhëheq me inati, edhe kjo nuk i duhet një presidentës, as femën, as mashkull. Thjesht, presidentja i ka detyrat e specifikume me kushtetut. Momentin që presidentja mban anë pa asnjë nevojë
ajo nuk është më presidente, ose president. Kështu që vjen shumë keq, po përveç që nuk ka qenë unifikuse, ka ditë bëj edhe skandale. E ke pa shumë mirë rastin, veç me vajzat veta që ka bo gjatë gjithë mandatit, po të kishë bo presidenti tha që një akt e tillë e këshin qitë për Kosovës. Mos ta elaborojmë na ma tepër, se nuk është që jemi edhe fort emisioni politikës, po të doja ta dija si një deputete kënd e vlerëson ma shumë, kush mendon që ka kontribu ma shumë për Kosovën? Tani, kur kërkohet mendime, duhet edhe me elaboru deshte dhe nuk deshte. Unë pra mendoj që Atifete Jajaga ka qenë ma e mirë, si presidente ka qenë ma e mirë se Vjosa Osmani. Edhe pas 16 viteve, ende fol me kaq shumë dashuri për politikën. A ki mendu ndonjëherë mu dorëzu? A ki pas ndonjë moment kur ki thonë, a i din që ka këta nuk meritojnë? Po tërhekem. Në momentin kur nuk flas me pasion dhe me dashuri për punën që e baj, unë nuk e baj ma atë punë. Dhe vetë faktit që unë ende jap maksimumin këtë pikë, jam këtu ku jam. A kam qenë dëshprume? Shumë herë kam qenë dëshprume. A kom thonë nuk javlen? Po, thamë dhe sot, shpesh herë nuk javlen. Po, a javlen me u dorëzu, pastaj prapë thanë që nuk javlen me u dorëzu. Në politik, unë s'kam qenë e përgdhelur, unë kam qenë e luftuar. Unë jam sfidu shumë politik, në gjitha dimenzionet. Dhe kjo më ka bënë ndoshta që unë jo me humb pasionin, po me rrit pasionin, sepse vetë fakti kur je gjithmonë e sulmuar, ose kur je gjithmonë e goditur, ti krijon ato fortifikatat tua edhe vazhdon tutje. Kështu që unë në politik nuk e kom pas tepit kuq asnjëherë, që rrugën si ki pas. Që nga fillimi, dhe rrugën as pak se kom pas let, sot ndina jashtëzakonisht mirë kur plot gra e vajza të reja më ofrohen, edhe e përqafojnë rrugtimin tim, përqafojnë mua dhe kërkojnë nga unë që të vazhdoj me këtë qëndrim që kam, dhe kjo është ajo që mban jetë. Në momentin kur unë nuk do t'i takoj ato gra e vajza të reja, në momentin kur unë nuk do t'kem çka ofroj për to, nuk besoj që komendot gani, unë ta thash edhe unë vlerësoj shumë, por edhe diçka tjetër për pos politikës, a ki ndonjë talent më shef që nuk e di askosh? Kam talente, sepse jeta, ta thash me pas një jetë bukur të vështirë, mos me pas talente është... Do një talent që na kështë zbulim? Jo rezervë ato. Si dihet jetës? Tani nuk janë fshetësima kur ti tham tanat. Çka do ta pyesje Gonën? Diçka që s'ka pyet asnjëherë dikush. Se ku mendu këta që do t'i kisha bë pyetje vetës. Ndoshta kjo pyetja që vetë sa po e thash, a ja vlen që unë ja bëj shpesh herë vetës. Se është shumë e rëndë kur ka standarde dy fishta në politikë. Kur elita shikohet me një sy tjetër, ganja shikohet me një sy tjetër. Të dyja të bojnë njëjtën punë, e kanë njëjtin angazhim, dhe shpesh herë pyes veten a ja vlen. Po përgjigja del që po, ja vlen, përderisa ka as shumë njerëz të cilët më kanë përkrahur ndër vite, sepse të tham të drejtën, zgjedhjet e fundit, unë kam qenë 40% angazhume në fushatë zgjedhore. Kom pas të lashe me shëndetin dhe e kom pas të pamundur me qenë në çdo takim dhe me qenë pjesë e fushatës elektorale. Ta mash besimin, me ma shumë se 31.000 vetëve, qohen një ditë në mëngjes, një djele, dhe 31.000 vetë të mendojnë për ty është bekim. Nuk është thjesht një vlerësim që kanë dalë, ta kanë dalë një votë. Prandaj unë ju kam borç atyre njerëzve. Dhe nëse unë ja bëj pyetjen vetës, a ja vlen? Po, ja vlen për ata njerëz gjithmonë me qenë aty. E bukur kjo përgjigje me ditë edhe ata njerëz që dalin edhe të votojnë, që me të vërtet i vlerëson edhe e bën për ta. Unë mundona me kanë shumë minjose personalisht me secilin. Ama nëse e kam një peng, një jetë e kam që nuk mund ta njoh secilin, ta takoj secilin dhe ta falenderoj secilin. Kështu që e shfrytëzoj këtë rast, që përmes kësaj studie, ti tham faleminderit secilit që më ka përkrahur në rrugtimin tim politik, e që më përkrah dhe sot, sepse asnjëherë në jetën time nuk kam pa interesin tim personal në politik, e kam pa interesin e përgjithshëm. Pa perlat e Gonës në kuvend, s'është më interesant Gone. Faleminderit shumë që ishë në Elitu E, kisha knatësi. Faleminderit ju më knatësia, ishte imja dhe më vje mirë pas shumë vitesh, po takohemi prapë. Me nxe Gone. Faleminderit.